në qoftë se e merr bilansin e lutjeve të muajit fundit. Merr bilansin, sikurse njerëz që punojnë tregti ose kudo qoftë, shikon çu është sapo. Merr ti raportin e lutjeve të fundit, veç muajin e fundit që ke bëu. Sa të kujtohet atë? Në muaj ditë çka ke bëu do Allah azza. Ose pi gjumon gjumon. Ndoshta është gat në muaj ditë, po pi gjumon, sa të mundesh. Me nxirr bilans është mirë. Edhe shikon në përmbajtjen e lutjeve tuaja. Sa përqind je lut për me ta përmirësu Allahu zemrën. E sa përqind je lut për me ta përmirësu Allahu dunjan. Apo lutjet që janë për çdo gjë nga kjo botë, shtini te për këtë dunja. Apo ma mundso Allah më punsu, më martu, me kthy borxhin, me dhon provimin, ani më shnosh, këtun haj këto, s'po them që këto janë halal. Po janë punë apo që ta ndëshim dunjan. Ta ndëshim dunjan, që ti menion. Edhe merri lutje që ke bëu, lutje Allah xhel xhelalu me ta përmirësu zemrën, që me ndi adhurimin, me lut zemrën që duhet apo. E sheh sa e kena kuptuar seriozisht këtë çështje. Ndërsa njeriu që ka qenë shumë i sigurt këtë drejtim, kur e kanë pyet Selemen radiallahu anha, se cila ka qenë lutja më e shpesht që e bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me çka lutje më shumëti, do të thonë nëse e marrim çat bilancin, e marrim raportin e lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të del se 80-90% e lutjeve të tij ka qenë ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat, i bën me kon mrapsht, mos merron to kjo, i shtramon, ai vjen haku këtu po tamam te goja këtë rrshet se mrap bardaku sen mrana, ti që i prapton këto zemra me urçin tonë. Thabbit qalbi. Drash me zemrën. Kthej marr, le të stabile kur ti bjen vahi për mi, le të jetë shndrueshme apo. Ka se do gota janë kështu në kom apo po janë plastikës, kur ti agjysh me vërshim ujin e derë. Ja uji erzon. Uji erzon. Ndonjëherë fatkeqësisht se kanë gjendje stabile, merr pi vahit shumë, me siklete ka kop në vot, ja ka rdu vahi, ja ka rdu zemrën. Se mirë ka pas. Ratu ku të kish marr ka pak, i shkojnë shumë. Po ka marr me siklet fort, apo e kanë ndonjëherë fatkeqësisht apo duke dash me uzu me Kur'an devijojnë. Duke dash me një pejgamber som devijojnë. Ata njëjtë në mirë kanë. Po bardakun e dobta kanë. Plastikës, do të më ditë çmja gjujt plastikës. Nuk gjuhet sikur me kon hekrën. Ande ka kërku pejgamberi që t'ja bën këtë gotë që në 8 derët vahi stabile, qëndrueshme, që mos të rrotullohet dhe mos të rrshet. Dhe kjo ka qenë doja më e shpesh që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe vendruar në çdo rast ku na merr se Allahu xhallahu ala i përgjigj lutjeve tona. Kur e dim dhe e ndim se jemi afër Allahut azza xhall. Dhe kur e përjetojmë se në këtë rast mund të jemi nga ata që Allahu përgjigj, ta shojmë këtë lutje duke thënë ya muqallibal qulub